Matematika. Hej miq! Sot kemi një tabel plot me figura të ndryshme, të cilat do të na ndihmojnë të gjejmë numrat nga 1 deri në 10. Te vendi I numrit 1 është një breshk. Nëse I ndihmojmë breshkës së ujit të shkojë në ujë, ndoshta do të na ndihmojë ta gjejmë numrin 1. Po, ju lutem më ndihmoni. Hajde ta vendosim në ujë. Breshka u gëzua shumë që arriti te uji dhe na e dha numrin 1 për të na gëzuar edhe ne. Faleminderit breshk. S'ka përse. Numri 1. Te vendi I numri 2 qenë kanë 1, 2. 2 dele. Duhet të shkojmë në ferm për ta gjetur numrin 2. E jani. Këtu janë lepuj duke ngrënë karrot. Lupa po pushon në hije të pemës. E këtu qenë kanë delet. Dele, a e keni numrin 2 të tabelës? E kemi gjetur numrin 2. Numri 2. Numrin 3 e kemi me majmun. Janë 1, 2, 3. 3 majmun. Unë I njoh 3 majmun që u pëlqen të hidhen në shtrat. Ja ku qenë kanë duke kërcyer. Kujdes majmun se mund të rrëzoheni. Oh, numri 3 ron nga shtrati. Le ta vendosim në tabel. Numri 3. Te numri 4 pas ka kërmij. 1, 2, 3, 4. Janë 4 kërmij. Çka po bën ky kërmili I kaltër me guask të kuqe? Duke lëvizur, po le pas kërmij të vegjël. Një, 2, 3, 4. E kalën numrin 4 për ne. Numri 4. Tani na duhen disa kuaj për ta marrë numrin 5. 1, 2, 3, 4, 5. Janë 5 kuaj. Le ta gjejmë ku janë fshehur. Ta hapim kutin. Këtu qenë kanë 3. Një I bardh, një I kuq dhe një roz. Por nuk pas ka numër këtu. Më duket se mund ta ngre këtë. E gjetëm numrin 5. Numri 5. Po e vendosim këtu. Tani, oktapodët do të na ndihmojnë ta gjejmë numrin 6. Janë 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 oktapod në tabel. Ky oktapodi I kaltër është I mërzitur, sepse dëshiron të jetë roz sikur ky tjetri. Ndoshta, nëse I ndihmojmë të bëhet roz, oktapodi do të jetë I lumtur dhe do të na ndihmojë ta gjejmë numrin 6. Oktapodi u gëzua shumë që u bë roz. E pas ka edhe numrin 6 në ngjyrë roz për tabelën tonë. Numri 6. Te vendi I numrit 7 pas ka bloqe ndërtime. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Janë 7 bloqe. Mendoj se duhet të ndërtojmë diçka për ta marrë numrin 7. Kjo duket si një shtëpi e vogël me kulm. Por, kështu nuk po del numri 7. A I provojmë të bëjmë formën në numrit 7 me bloqe?
Tani e kemi numrin 7 me ngjyrë të gjelbër. Numri 7. Për numrin 8 na duhen peshqit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Janë 8 peshq. Le të shkojmë në det. Jam e sigurt se mund të gjejmë peshq aty. Tani jemi në det, po nuk po shoh ndonjë peshk. Oh, ja ku po vjen një. Ja edhe një tjetër, 2 peshq. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Po tani çfarë po ndodh? Këta peshqit e vegjël e sollën numrin 8. Numri 8. Numri 9 do ta gjej me ndihmën e delfinëve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 delfin që janë në tabel. A ngjyrosim këtë delfin me ngjyrë të kaltër? Ky është numri 9. Numri 9. Na duhet vetëm edhe numri 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A i shihni këto lule me petale në formë zemre? T'ja marrim petalet e ta bëjmë numrin 10. Ky është numri 10 me ngjyrë të kuqe. Numri 10. A i përsërisim numrat që i mësuam sot? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ishte kënaqësi të luajmë të mësojmë së bashku. Uroj të vazhdoni të mësoni me mua. Mirupafshim!